Ne këtu ndodhemi në qendër të Fierit, ndodhemi në zonën më të privilegjuar të Fierit, e cila me rilindjen urbane ka pasur një zhvillim të konsiderueshëm dhe të prekshëm nga qytetarët e Fierit, nëpërmjet rinovimit të sheshit qendror, nëpërmjet ndërtimit të urave që lidhin zonën e Kishës dhe lidhin dhe krahun tjetër të Lumit. Por gjëja që unë shikoj gjithmonë, si mund të ishte bërë kjo më mirë dhe si mund të ishte më e mirë për qytetarët e Fierit. Ne këtu shumë vite më përpara mbaj mend që në këtë zonën aty ka qenë me pisha, ka qenë me plot kioska që duheshin prishur patjetër, po këtu ka qenë një zonë e gjelbëruar, ka qenë me pisha. Në qoftë se ne sot vim në këtë sipërfaqe të urbanizuar, ne shikojmë që janë ndërtuar disa shkallare që shikojnë nga të dyja krahët e Lumit, por që janë pas kur funksioni real. Çfarë sensi ka që të ulen qytetarët nga njëri kraj Lumit dhe tjetrin në një lum që për fat të keq vazhdon të jetë i ndoshtur tej mase, dhe këto shkallare betoni janë ndërtuar pas një sens logjik. Por me qenë se qendrës së Fierit i mungon një hapësirë e gjelbëruar dhe me qenë se nga krahu tjetër i Lumit ku kanë qenë stadiumi i lojrave me dorë, bashkia që këtu në 2019 ka premtuar që do bëhet një pallat sporti me kull, siç dim të ndërtoj vetëm rilindja, me qenë se ajo ndërkohë nuk po ndërtohet, pse mos të shfrytëzohet ajo zonë atje për të bërë parku i gjelbëruar në mes të qytetit që mungon? Pse mos të bëhet ajo zonë e gjelbëruar ku të ketë një pjesë të rrethuar, të mbrojtur për të luajtur fëmijët, ku të ketë një pjesë që të mund të krijohet në një qendër sociale për të moshuarit që janë të lënë vetëm atje në prag të Shatërvanit sot në Fier, dhe detyrojnë të rrinë dhe ngjitur atyre banjëve publike të pa pastruara dhe të lënë në mëshirë të fatit. Një qendër sociale për të moshuarit që mbasi bëjnë shëtitin e tyre anës Lumit të Fierit, mund të ndalohen në një vend ku të shlodhen, ku të gjejnë një moment takimi, ku të gjejnë një moment shkëmbimi, të bëjnë atë muhabetin, ta pijen atë kafen me miqtë e tyre, ku e gjitha kjo mund të ofrohet nga komuniteti për të lehtësuar atyre vështirësitë që kanë nga jeta e moshës së tretë.